Po që ka konsensus mes selefit se vepra është për shembull ekzistenca e veprës është poshtë në iman apo edhe në mësë rast konsiderohet që ai që beson për shembull që vepra është kusht plotësues që ka një njerëz apo është janë dy mendime në selef. Kusht plotësues kjo nuk ka ardhur te selefi. Selefi ka thonë veprat janë prej imanit. Edhe imani ka thonë është fjalë dhe vepër. S'ka kusht plotësues. Kjo është nuk u transmetu pi ty. Argumentojnë për shembull se thonë dikush kur rrethet shahaditin e plotësoj themi se është musliman. Po, mirë po pitit pasaj kërkohet mi kry veprat. Për ata, domethënë ai që e thot shahaditin edhe vdes më njëherë mas shahadit, pa i dhënë mundësia me kry vepra, këtu ka pajtueshmëri që është në xhenet. Mirë pa që e ka dhënë shahaditin dhe ju ka dhënë mundësia me bë vepra, me kry obligimet dhe si ka kry, atëra ai nuk e ka plotësuar imanin, nuk ka iman. Patjetër do të vepra. Se selefi ka thonë imani është thënia dhe vepra. Domethënë edhe vepra e zemrës dhe thënia vepra edhe gjymtyrëve. Këtu ka ixhma konsensus mes dietarëve. Këtë në librat e akidës përmendet kjo. Për shembull, ka thonë Buhariu dhe tjerë pe selefët që i kam taku kaq e kaq me numër, për shembull 1000 ose më shumë xhallar pi tona vendeve të botës islame që ka thonë imani është thënia dhe vepër. Imani është nuk ndohen këto dyja. Është thënia vepër, s'ka domethënë ndomje. Po patjetër ai që jeton do të më bëj vepra, edhe pse domethënë është ndoshta e pa imagjinueshme që një njeri që thotë unë besoj me jetu për shembull 50 vjet, 60 vjet edhe mos me krijos në obligim të Allahut. Kjo është e pa imagjinueshme. Mirë po, si mesele domethënë dietarët e selefit e kanë sqaruar. Nëse kjo gjithmonë thuhet, nëse ndodh që dikush thotë un kam besu me zemër dhe e kam thënë shahadetin me gjuhë dhe s'ka bë kur vepra të mira, derisa ka vdekë ai nuk është besimtar. Nëse s'e ka kryer asnjë obligim të Allahut, ose nuk e ka lënë ndalesë për hir të Allahut, atëherë ai nuk konsiderohet si besimtar. Për këto ka, që kjo është domethënë ajo ixhmaja që imani është thënia dhe vepra. Nuk kanë thonë vetëm besim edhe shqiptim. Kanë qenë shumë preciz, thënia dhe vepra. Kjo është imani. Do në imani, këto dy janë shtyllat e imanit, ose trija, mund të thonë tani gjatë shtjellimit. Ton besimi me zemër, shqiptimi me gjuhë, edhe veprimi me gjymtyr, to janë shtyllat e imanit. Po nuk ka iman nëse njëra prej tyre mungon.